Rozana? Ju falenderoj të gjithëve, uroj të jeni duke u kënaqur sonte dhe përfitoj nga rasti të uroj gëzuar Pashkën të gjithë besimtarëve, uroj që t'ju sjell paqe, shëndet dhe gëzim në familjet tuaja. U munduam që gjatë kohës që jeni në kishë të kishin publicitet, po tani kështu e kanë me një sy këtej. Ndërkohë, në përfundim të këtij rrugtimi, këtë do ta themi me shtëpinë, atëherë shkojmë në shtëpi, të lidhem me të gjithë shtëpinë se kam vetëm Eglin. Atëherë, hye jam me të gjithë ju, edhe pse jeni të ndarë në këto momente, kam diçka të rëndësishme për t'ju thënë. Në përfundim të këtij rrugtimi, jeni të ftuar të merrni pjesë në Global Women Diaspora Summit 2025, në datat 25 dhe 26 prill në Hotel Plaza në Tiranë. Ekonomi, kulturë, inovacion, media, frymëzim nga shqiptarët më të suksesshëm në përbot. Në mbyllje të këtij samiti, njëri prej jush do të nderohet me një çmim që do të jepet nga CEO e Global Women Club, zonja Mirela Sula. Faleminderit shumë Rodion. Tani më mbyllni dhomën e gjumit dhe më lini vetëm me Eglin, edhe pse Rozana Laerti dhe Gjesi do e shohin këtë që do të ndodh tani me Eglin. Eglin. Hey, Rodion. Tani ne të dy kemi patur gjithashtu një raport tonin në Big Brother, apo jo? Po. Por më lejo të falenderoj sepse ka qenë vërtet një nga të preferuarit e mi, edhe jemi bërë disi gazi i botës për mirë dhe për keq edhe ne të dy, kështu që nuk je vetëm në këtë pjesën. Për mua ka qenë shumë kënaqësi e madhe që të kem një kujtim shumë të bukur edhe me ty. E ke gjithë vlerësimet e mia. Shiko, është e rëndësishme se si nis një aventurë. Dhe më lërë të them që fakti që nisi me ty, ke patur këmbën e mbarë dhe i gjithë ky edicion ka shkuar për mrekulli. Kështu që për këtë të jap atë që të takon. Mund t'jetë gjëja më e bukur që më është deri më tani, këtu brenda. Prit se ka akoma. Si fillim një herë, edhe pse ti i ke thënë të gjitha, se gjatë gjithë këtyre ditëve, sidomos gjatë këtyre ditëve të fundit, keni folur shumë, jeni intervistuar, keni folur për melankolin, të pash një moment që ishe jashtë tek Koltuqet, që ishe duke qarë me nga shërim, gati si një lloj vështirësie për t'u ndarë nga ai vend i cili ka dhënë aq shumë kujtime, aq shumë ndjesi, të mira apo të këqija nuk ka fort rëndësi, e rëndësishme është që të ka tronditur edhe të ka, le themi, ndryshuar së brendshmi. Ledion, mbaj mend ditën kur jam futur këtu, mendoja se e kisha arritur maksimumin e punës me veten time, edhe mendoja që nuk kishte ku të shkonte më mirë se aq përmirësimi me veten time. Kjo shtëpi më ka mësuar realisht çfarë do të thotë ta duash veten. Mund të ketë qenë leksioni më i madh që mund të kem marrë ndonjëherë. Ajo që kam përjetuar më përpara ka qenë një 50% i punës. Unë jam i lumtur që dyzimi yt për të marrë apo për të mos marrë pjesë në Big Brother, ty të çojë deri në finale, dhe jam vërtet shumë i lumtur për atë shkëmbimin që patët sot më herët gjatë ditës tek Shqipëria Live, për faktin se edhe të afërmit e tu, të cilët kishin pikpyetjet e tyre, mbas gjithë kësaj arritje edhe gjithë mënyrën se si gjërat në fund, si që thash që nëse nuk është e bukur, nuk është fundi, morën prej teje këtë. Uroj që dhe ti të jesh e përmbushur dhe të ftoj të shohim së bashku gjithë rrugtimin tënd, teje të interesant, teje të çuditshme me gjithë të papriturat e botës. Ledion,
Po. Përpara kësaj, a mund të them 2 fjalë shumë të shkurtra që i kam shkruar sot? Patjetër. Sepse dua të lë kujtim për këtë shtëpinë këtu. Kam shkruar disa vargje për shtëpinë e Big Brotherit, për atë që kam ndjerë sot që do jetë nata ime e fundit këtu, ku thonë, më vjen ndërmend një shtëpi që hapi dyert në 21. Një kafe e vogël ishte në cep, ku qeshën e qanë 38. Më vinë dhe 2 koltushe në mend, ku se cili zuri nga një vend. E ulem në to dhe mendohem gjatë, sepse sot, këtu, është e fundit natë. Më vjen në mendje një shtëpi, me këngë, lot e gjallëri. Dhe se harroj dot atë cep, ku qeshën e qanë 38. E se harroj dot atë derë, ku hyra në dimër, e po dalë në pranverë. E dua shumë të shtëpi. E kam gjetur veten duke thënë kur lash këtë shtëpi në një gjendje totalisht të përhumbur, duke thënë dua të kthehem në shtëpinë time. Është e çuditshme, është e frikshme se si kjo shtëpi të kthehet në shtëpinë tënde, fillon dhe beson këtë realitetin që ndodh këtu. Dhe unë dua të tregoj të gjithë këtë realitet në pak minuta rrugtimi i Eglit brenda asaj shtëpie. Vendimi për të qenë pjesë e këtij formati më friksonte. Kam patur shumë pikpyetje në kokë, kam patur dyshime dhe kam qenë i vetmi njeri që ishte optimist për këtë ndërmarrje time. Po e kisha një besim të thellë në vete që duhet ta jetoja këtë eksperiencën edhe të mos vazhdoja të jetoja me një po sikur të kisha qenë, po sikur të kisha thënë po. Ndjesia e ditës parë, kur kam hapur derën e shtëpisë, kam qenë e mpirë nga emocionet, nuk doja ta jepja veten, përpiqesha ta kamufloja. Po përballesha me një ambient që nuk e njihja, me një ambient aq të bukur, me një shtëpi aq të madhe, ku e dija që nga ai sekond, nga ai moment, diçka në jetën time kishte për të ndryshuar dhe e dija që aty brenda në një formë apo një tjetër do ndërtoja disa kujtime të cilat do i ruaj përgjatë gjithë jetës time. Fillimisht kam gjetur një ambient mikpritës, kam gjetur njerëz që më kanë vlerësuar, që i kanë parë dhe i kanë njohur anët e mia pozitive, karakterin tim, faktin që jam empatike, zemrën time. Pastaj patjetër që ajo që nuk kam pritur ka qenë që në fakt Big Brotheri është një terren i egër. Momenti më i bukur është momenti kur kam shpëtuar nominimin e parë Kokë më Kokë. Isha një banore e mbytur nga pasiguritë, nuk isha asnjë lloj vetbesimi. Kam thënë, okay, ky është momenti që ti të provosh veten tënde. Pastaj një moment tjetër shumë i bukur ka qenë kur ka ndodhur surpriza me mamin, shumë i kërkuar nga ana ime dhe nuk do të harroj asnjëherë momentin kur mami ka ardhur brenda. Momenti më i vështirë kur më është dashur të marr vendimin për ta lënë shtëpinë e Big Brotherit. Një ditë që nuk do ta harroj asnjëherë. Shumë e vështirë në vendim dhe shumë e vështirë në aspekt fizik dhe emocional. Ka qenë dita kur e kam gjetur veten totalisht pa asnjë fuqi më tepër për të vazhduar përpara. Raporti me Gjestin ka qenë sfidues. Ka qenë një raport i zhvilluar në kushte anormale. Mendoj që kjo ishte edhe arsyeja pse e gjeta veten në fund në atë pozicion që e gjeta, sepse nuk pyeta për pasoja, u tregova ajo që jam, ashtu si jam dhe ndoshta duke gabuar shumë ndaj vetes time. Gjesti është partnerim, mirë keq.
jetoj me një gjest që po më shprehet se ndjen për mua, se do të jemi bashkë jashtë mureve të asaj shtëpie. Një gjest që më puth, më përqafon, më përkëdhel, më flet si fëmijë. Mendoj që thjesht kam arritur të kem atë gjën për cilën luftova. Po jetoj të ditë lumtur. Ky rikthim edhe një herë në brenda kësaj shtëpie është vetëm për të vënë vend dinjitetin tim, ashtu siç qira herën e parë. Thjesht zgjodha të isha e vërtet. Nuk zgjodha të futem me një personazh edhe t'i fsheh dobësitë e mia. Ja kam pranuar vetes të gjithë emocionet ashtu si më kanë ardhur në atë moment që më kanë ardhur. Big Brother është pa diskutim, eksperienca edhe përvoja më unike që kam jetuar deri më sot. Të shpalos të gjithë dimensionet e tua, se si ti nuk e di kur se çfarë do ndodhi, se si të rrit, të mëson, ka qenë një formë shkolle. Uroj shumë që të kem mundur të jap sadopak një shembull për të gjitha vajzat atje jashtë, një shembull se si të duash fort në fakt nuk është mëkat. Nuk është turp të ndihesh në njëherë dobët. Ama, turp është mos ngrihesh prapë, për t'i treguar vetes që je fort, je shumë e fortë se ç'mendon. E di që ka shumë gjëra që do t'i marrësh me vete nga ajo shtëpi, natyrisht shumë gjëra që do I lësh brenda asaj shtëpie, gjëra të cilave nuk besoj, do duash t'i rikthesh më. Por, di që mezi po pret të mësosh se çfarë fshihet brenda kutisë tënde Gold. Mundesh? Po, patjetër. E kam një intuit nga rëndesa që ka. Nuk e di a do më gënjej apo jo. Jo, okej, nuk është ajo që mendoja. Çfarë mendoje dhe çfarë është? Është një yll. Pse mendon se ka një yll aty brenda? Ka shumë arsye pse mund të ketë një yll këtu brenda në fakt. Ti je më e bukur. Ti e di që je më e bukur. Hej, qëtëso. Ja dolëm. E Jona, motra e Eglit, rikthehet në shtëpinë e Big Brother. Përshëndetje, Ledion. Ku duhet qëndrojmë, Ledion? Ku të doni ju? Ulluni ku të doni? Hajde ulemi. Ku je më je? Kemi kalu nga divani kush sot. Je lumtur? Jam e lumtur. Shiko. E du se jam këtu? Në fillim të këtij rrugtimit kishte shumë nga ne që kishin merak që ti do ishe këtu. Pastaj mbas rikthimit u bë edhe më vështirë. Unë kam qenë një nga njerëzit që të kam thënë mos u kthe. Mos u kthe se ti kishe pa fund lumturie dhe gjëra të bukura për jashtë. Po sot jam këtu që të them që unë isha gabim. Unë isha gabim, edhe ti ke bërë gjën më të mirë që je rikthyer sërish kësaj shtëpie për dalë ashtu siç ti meriton të dalësh nga këtu. Absolutisht. Jam pafundësisht krenare për ty, pafundësisht e lumtur. Kam shumë emocione sot, nuk I kam pasur herën e parë. Është e çuditshme, po sot është natë shumë e madhe.
që kur janë futur, kam qenë përpos me ngarkesën që ti e dije që do ta kisha këtu brenda, domosdoshmërisht. Ajo ishte arsyeja që unë nuk doja që tishe, se mendoja që ndoshta s'do e superoj. Atë kam ditur të superoj. Ajo që nuk kam ditur asnjëherë të superoj ka qenë mendja që ka qenë tek ju gjatë gjithë kohës, edhe te premtimi që ju kam dhënë përpara se të futem. Dhe e dija në fakt që nuk arrita dot të isha aq e vendosur sa hyra, por për një gjë ma e kam mbajtur fjalën, që veten time e kam bërë prapë për të qeshur, edhe nëse ka patur apo nuk ka patur një person afër meje. Por mua kjo është e rëndësishme. Dhe nuk kam shkuar asnjëherë drejt dikujt tjetër në këtë shtëpi për ta gjetur lumturinë, përveç se kam pritur nëse dikush do të vi dhe të bëhet pjesë e saj, le të vi. E mendoj që kjo është fitoria ime për këtë rihyrje. E rëndësishme për ne është që ti e duke qeshur dhe je e lumtur. Pastaj të tjerat vinë rrugës. Jam. Si do që shkon? Jam dhe nuk ka asnjë gjë që mund të ma prishi këtë lumturi që ndjej në këto momente, por mua jeni ju, je ti, mami, babi, Giulio, Adori, nëse unë ju kam ju, nuk dua t'ja di për asnjë gjë tjetër. Çdo kush që do të vi si një tjetër si ju në familje, është i mirëpritur. Çdo kush që nuk do, për mua ju jeni gjithë bota, jeni mjaftueshëm. Unë jam shumë e lumtur, jeta ime shumë e lumtur. E sa e bukur që jo. Ha të lutem tani. Hajde, do shkem diku bashkë. Pse ka akoma? Po, ka akoma. Është vetëm fillimi. Vërtet e ke? Me detë. Është vetëm fillimi. Hajde, shkem diku bashkë. Ku, këti? E ke mësuar këtë shtëpinë më mirë sa unë këtej? Po. E Jona do jetë banore vitin tjetër, mi se diti. Unë po mendoj që ti fik vetë drita dhe trinja një aftë brenda. Do e kisha bërë më mirë se disa. Besoj. Ta motrës. Po shkojmë. Po, diku. Ti më ndi shumë. Jemi okej. Okej. Ja të kshojmë që e Jona po merr Eglin. Është hera e dytë që e Jona takohet me motrën e saj brenda shtëpisë dhe sonte do të jetë hera e tretë që Egli vjen në studion e Big Brother. Por, ndryshe nga herët e tjera, kur gjithmonë ka folur ajo, dhe për të folur Eglit nuk ja merr njeri me thënë drejtën, sot do të flasin të tjerët për të. Në një surprizë shumë të bukur, të cilën mezi pres që ta përjetojmë të gjithë së bashku. Ndërkohë që Egli dhe Jona afrohen në shtëpi, unë përfitoj nga rasti që... Jo, s'kam që, rregull. Okej, mendova se mos kisha ndonjë nga këto. Jo, s'kam, rregull. Ta bëj këtë? Jo, nuk e bëj. Po mirë. Po, pra, se thashun që kisha diçka. Do doja, si që shikoni, gjithë studiot e Top Channel janë zbukuruar, janë bërë të bukura shumë, po diçka që na kanë ndihmuar edhe në ditën e veçantë të Eglit dhe Gjesit edhe të tapetit kuqe dhe të gjitha gjërave është Sara Event, kompania që ka sjellë magjin me qindra evente të rëndësishme nga dasmat më madhështore deri tek festat intime. Pas çdo dekori për surprizat në Big Brother, fshihet Sara Event, kreativitet, pasion dhe profesionalizëm aty për ju, për të gjitha gjërat e bukura që do të bëni në muaj që do të pasojnë. Atere, Egli është shumë afër studios, është te korridori ngjitur, është duke vënë mikrofonin. Këtu natyrisht do duhet një komentator sporti, të cilët arrin të mbushin me fjalë dhe lëvizjet më të parëndësishme të se tash me thënë drejtën, njerëzit e shohin këtë pse duhet ta komentoj unë. Por do doja. Atere. Okej, është shumë afër, do doja që ta mirëprisnit me një duar trokitje të madhe. Zonja dhe zotrinj rikthehet në studion e Big Brother, Egli.
shera e tretë, po në fakt të shera e katërt, se erdhe edhe në fillim. Atëre, të ftoj të ulesh si një yll afër hënës tënde të klipit. Edhe unë po ulem. Ju dua shumë! Faleminderit! Egli Tako, që thua ti? Ledion. Ti në përgjithësi flet shumë, këtë duhet ta pranoj. Po, është e vërtet. Po. Është një gjë që nuk e rregullova dot kurrë. Jo, nuk është një gjë domosdoshmërisht e keqe, po flet shumë dhe mirë bën. Pra, kur vjen puna për argument, je. Jam një njeri që më pëlqen ta përçoj atë që e kam në kokën time, ashtu siç e kam në kokën time dhe prandaj futem shumë nëpër detaje, po. Rrallë herë ka ndodhur që ti të ngelesh pa tekst. Madje edhe atëherë kur ke thënë që jam pa tekst, nuk e di se ke gjetur tekstin edhe ke vazhduar. Ama sonte, unë do doja që të flisnin të tjerët për ty. Një nga mendimet e tua më të qëndrueshme në kokën tënde ka qenë fakti i çfarë po bëj, si po më shoh. Dhe apo bëj gjën e duhur. Dhe ndonjëherë ke qenë e dyshimt nëse po bën gjën e duhur. Dhe sonte, përmes atyre që kanë ardhur për ty, dua të bëj të kuptosh që po, shiko se kush ka ardhur sonte për ty. A mund të më riem? Sa e bukur. Që kemi Egli? Të kam ndjekur nga ekrani. Kam kuptuar që ti je një artiste e vërtet në tekstet e këngëve të tua, në zërin tënd të bukur. Dhe për fat të mirë, ose të keq në artistët i përjetojmë emocionet deri në palc, në shpirt i përjetojmë çdo gjë. Kam ardhur sot për të thënë që nuk të bën më pak grua, fakti që ti dorëzohesh dashurisë, madje është forcë. Nuk është çmenduri të dashurosh pa kushte, është guxim. Dhe ky guxim i takon zemrave të mëdha të bukura si e jotja. Unë uroj dhe shpresoj vërtet që këtë dashuri pa kushte ti t'ja japësh çdo ditë vetes tënde sepse je një yll. Të përqafoj dhe suksese sot. Kam zemër. Sa të më. Egli, këtej. Hello. Më mban mend kur kishim atë takimin në kafen ton që folëm për jetën tona. Unë sot jam këtu për të thënë një gjë. Ti u riktheve, jo për të rifilluar një histori dashurie apo për t'i treguar tjerëve se sa lojtare e fortë je. Ti u ktheve sepse bëre një pakt me veten tënde. Dhe sot na tregove që ke mësuar mësimin më të mirë që ke mundur ta marrësh në këtë Big Brother. Dhe ai është ta duash veten. Dhe ky është një ndër mesazhet më të forta për gratë dhe vajzat që gjenden mbase në pozicionin tënd siç ke qenë ti, që janë mbase më të dobta drejt dashurisë ose jetës ose dhe me vetveten. Jeta na ka mësuar që rrëzohemi. Mund të rrëzohemi edhe keq fare. Ama e rëndësishme është të ringrihemi. Ti ke treguar ngadalë, step by step siç thuhet anglisht, por me dinjitet. Faleminderit. Të dua shumë dhe të uroj suksese. Egli, jam këtu sonte për ty, për të mbështetur vajzën e cila ka jetuar këtë rrugtim me një zemër të hapur. Në këtë shtëpi, shumë ndjesi janë gjykuar, janë analizuar, por ti ke pasur guximin të jesh e vërtet, të jesh vetvetja, edhe kur je lënduar, edhe kur nuk të kanë kuptuar. E kjo është një forcë e rrallë. Ne vajzat, shpesh herë kemi frikë, kemi turp, edhe kemi atë ndjesinë, atë zërin e brendshëm që na bën ndonjëherë të ndjehemi të tepërta e ndonjëherë jo mjaftueshëm. Por ti na ke treguar më së miri se sa e rëndësishme është në jetë të jesh e vërtetë.
Dhe unë besoj që ky është mesazhi më i bukur për çdo vajzë që unë mund ta them sonte. Je vetvetja, guxo, jeto, dashuro. Sepse lojën e jetës në fund e fiton ajo që guxon. Si ti, Egli. Faleminderit shumë. Egli? Hej, këtu. Sara. Mos më prite qa. Kisha përgatitur një tekst, po gjysmën e harrova. Egli, të kam mbështetur me gjithë zemër në këtë rrugtim, edhe pse kam parë një copës të vetes të këtij. E ke merituar finalen plotësisht. Sot nuk je ajo vajza e cila kur hyre në big, kërkoi të shihje veten në sytë të tjerëve. Je një grua e cila kalove një det të madh trazirash, edhe ke dalë përtej shumë më fortë edhe shumë më e mëshme. Sot pikërisht unë do të t'jap një këshill. Kur të dalësh nga këto dyert, mos dëgjo dhe mos lexo asnjë mesazh negativ dhe asnjë fjalë të keqe për veten. Okej? Dua që ti të marrësh kohën tënde për të pirë atë kafen e mëngjesit, të buzëqeshësh më shumë, të këndosh më shumë, të dëgjosh muzikë më shumë, të duash njerëzit e tu të afërt, ata që të kanë mbështetur shumë më tepër. Egli, jeta ka përdoruar gjëra shumë të bukura kur dalësh nga këtu, dhe dije që ti i meriton të gjitha, sepse je ti. Shijoj dhe je e lumtur. Faleminderit shumë. Kam zemër, faleminderit shumë. Çto pa besueshme, faleminderit. Faleminderit për gjithë suportin e madh. E di, edhe unë të kam kujtuar edhe E di. E di që ka dhe vajzat tjera, si unë. Zemra ime, unë dhe babi jemi shumë krenar për ty, për vajzën që kemi edukuar, për vajzën që ka treguar në këtë format që është shumë e fortë, që dhe kur rëzohet ngrihet edhe më e fortë. Për vajzën me shpirtin e madh, të pastër, shumë e ndjeshme, jemi shumë krenar për ty, zemra ime. Egli, mund të shkosh të takosh mamin, se këtë e di që se të rridot pa e takosh. Dhe Diona, mund të bëj dhe diçka? Patjetër, jeni këtu me mua, se është kënaqësi e madhe. Shikoni pak zonja Tako, zonja dhe zotrin. Dua të falenderoj gjithë ata që kanë mbështetur Eglin në këtë udhtim dhe faltyre Egli është dhe sot këtu. Jam shumë e njohëse. Familjarisht jemi dhe njohës. Unë për hir të së vërtetës, dhe natyrisht, po, ky jam unë, Egli pasaj do të bëj të sajnë lidhur me ato që tha Sara Gjordini, dhe me qëra fjalla do doja të falenderoja shumë 4 zonja të forta, përveç Anitës dhe Jonës që ishin me ne sonte. Mundem dhe unë të falenderoj. Patjetër, Agnesën, Agnesa Vuthajn, Sara Gjordenin, Argjera Spancën dhe Dea Michel. O, Zotë madhe, është e pabesueshme dhe nuk ka gjë që të përmbush më tepër se sa të dëgjosh fjala aq të vyera për veten tënde nga vajza kaq të forta, kaq të bukura dhe kaq të arrira në jetë. Për mua është jam për ulse, shumë faleminderit. Jam duke u dritur, nuk jam pa fjalë, pa tekst. Do thoja që si zonjat që folën, ka shumë zonjat dhe zonjësh që të kanë parë ty, edhe që kanë gjetur veten të ty, edhe ato ndjesi, ato fjalë,
ato janë më të rëndësishme se sa dikush I cili e ka të vështirë të gjë. Shiko, ne jemi të ndryshëm, ne nuk kemi si bijem do të dakord me të gjithë. Madje do ishte budallëku më I madh të jetonim në një botë ku na pëlqejnë të gjithë. Nëse na pëlqejnë të gjithë, jemi duke bërë diçka gabim. Absolutisht, po. Ama nëse ka dhe njerëz që s'na pëlqejnë, do thotë që diçka jemi duke bërë. Patjetër. Jemi duke marrë një vendim, jemi duke mbajtur një qëndrim. Ne jemi ne, pastaj patjetër që ka do ketë njerëz që të kuptojnë që mund të kenë kaluar në rrugën ku po kalon ti, do ketë njerëz që nuk e kanë përjetuar ndonjëherë, do ketë njerëz që do japin një mendim tjetër edhe kjo është totalisht e mirëkuptueshme, por unë dua sot realisht falenderoj me gjithë zemër, me gjithë shpirt, gjithë ata që e kanë njohur vërtetën time atje brenda dhe më kanë kuptuar në çdo emocion dhe në çdo ndjesi njerëzore që kanë përjetuar brenda shtëpisë. Ju dua shumë edhe I keni qenë suporti më I madh ime. Faleminderit. Tani ne do na duhet të ndahemi këtu, unë me Anita do rrim këtu sepse ne këtu e kemi vendin, po ti e ke vendin në shtëpi, kështu që duhet kthehesh dhe sa ta heri bie? E katër, sa herë? Më e treta, jo e pestë. Po mos e dole edhe këtu, ai ishte këtu. Ai, më fal publiku, ai ishte këtu Egli në fillim, ha, nuk po gënjej. E kupton, është një shtëpi që nuk të ndahet shpirti nga ajo. Jo, nuk të ndahet. Dgjoj, Anita, për shembull bëheni kështu. Automobiljet, I ndroni, që ta përshtasje, kupton, për shembull me blini karrige jeshile. Po patjetër. Të bëjmë një kënd blu, një kënd kuq. Ose merrni nga ato, e ke parasysh. Jo do ule ke bluja sigurisht. Po patjetër. Te bluja, gjithmonë blu. Okej. Ju ftoj të përqafoheni dhe të kthehesh në shtëpi Egli. Kam shpirë shumë, shidemi për pak. Mirë. Po të babi fort. Okej, ande nga erdhe. Ti ande nga erdhe me bëzuar trofitje për cillim Eglin, edhe juve Zonja Tako.